Nisu! Bravo! Bravo Dani! Sot për ditëlindjen time kompania e famshme e dronave më sfidoi mua dhe Danielin për çmimin e madh për 1000 eurosh. Por cilat janë sfidat? Për 24 orë në vazhdim do bëjmë një garë vrapje ose sprint, stërvitje intensive dhe në fund futboll plak, ku do bëjmë crossbar challenge ose penalti. Dhe ai që fiton më shumë nga këto 3 sfidat fiton 1000 eurosh në vëlla. E let fare apo jo? 1000 eurosh i cica. Siç që thash në fillim, kjo video mundsohet nga kompania Hover Air dhe droni i tyre X1 Pro Max. Është goxha i shtrenjtë si drona, shife sa perfektos, valla. Xhan dron. Jo, se një fare unë këtë, ku shon kjo më dhe? Nuk e di se qa kishte droni, o vla, filloj të më ndjekë në tërë shpinë, a u bo me nerva, as e di, po më doj që i drejnë laprak ma dje. Pak të në bo droni mirë, Allah, nuk na vrau, jemi gjallë shqyqyrë zotit. Jam aty poshtu, na më shifni. E se kjo është super drone, plak, dhe dhe shofim më vonë se qa klipesh këna kap me të. Pra, ku e lamne 1000 euro, plak, janë fix fare, sidomos për mu, që kam ditëlindjen se pak të marrim atë lek, valla, se kështu s'na bë asnjëri dhuratë. Askush s'u kujtua për të. Asnjë dhuratë, sado e vogël dhe modeste mund të ishte. Thjesht një Benz Coupe 63 bit. O vllai, çaj tamam. Por çdo like dhe çdo subscribe që të bërin këtë video do i marr sigurisht dhurata për ditëlindje plak, kështu që sa më shumë like ta çojmë këtë video 10000 like dhe sa më shumë subscribe që ta çojmë këtë kanal 300000. Do ishte super fare, kështu që bëj plak. Një sekond punë është apo. Pa unë ko merrni kokoshka, patatina, tasin me grosh dhe shiheni këtë video deri në fund. Kënaquni. Si na thonin prindrit, jo po kur kam qenë i vogël për me shku në shkollë duhet me ecë në për male, në për brigje, në për kodra. Qena të bo ne o plak, qa është kjo rrugë shu? Kur të se deshteva qa. Tani më në fund kina artë e liqeni dhe këtu do bëjmë. Që të bëjmë këtu? Sfida me patatina, me palë, sfida se shive ku është top, jo. Qa? Top ishë në pasaja, po top ishë imi. Do futesh fort sot lali. Hajde. Qa lidhje ka, Allah? Si qa lidhje ka, top ishë imi. Te kjo veni këtu do bëjmë 100 meter sprint plak, sfida për 1000 euro, nuk e di do më thënë. Qa të bë? Kisht lashit bani mas që to. 100 metra sprint o burdo, rasim nga këtu dhe atje më fund. Daja ta plak se po si. Që të bë, Allah? O mos ja dhi racën o bu. Edhe pyetja im është. Ku do ta bëjmë këtë sfidë? Jemi te liçeni artificial. Tu do bëhet gara 100 meter sprint dhe do i shihni çunat duke dhënë shpirt me i fitu ato 1000 euro. Je gati do bëj backflip, do. Ve. Jepi. Tani jemi gati për sprintin plak. Je gati? Po. Çuni është për vraput lutem. Brapo. Ulu ti, ulu. Ose po. Ulu si tuli më. Çeto ku vash. Vdisha duhet me fitu me se s'bën, sepse kam dhe ditëlindjen olla. Jo, s'ka shanse. Imagjino ta fitoj ky surat golf dyshi. Çulla. O të marr drejt. O na duhet se s'bën ky 1000 euro që plak se po laj me ferje me testin, është o zoti i madh. Po s'do fitoj ky maskara jo. Na. O plak. Majë. Na la gjitha. Çe ke o plak? A themi fusin e sufllaqe vari lesht. Për sufllaqe thu? Për sufllaqe. Kjo që sa po bëm ky humori, domethënë ishte për 3 sufllaqe se tani do bëjmë sprintin e vërtet plak dhe të shohim se kush e fiton sfidën e parë. Hajde si jam o plak. Zjarr, një pik larg 1000 euro shit. Ku e mërnu? Ha më plak. Hajde kam rajde. Se vdiqa. Hajde, çka ke o plak? Ku je? Ke si shtu dëmtova dhe të rosha një nga muskujt e komës, amër Daniel Schulz. Gjitha këto klipe që të shihni janë bë me dronin, bëm fare plak, me Hover Air X1 Pro Maxin. Ja ku keni edhe telekomandën, domethënë mund vendosni telefonin këtu, është për qef. Ç'ai bën olla? Se di o plak. Po të ndjek ty në rob shtëpi, e dal? Droni u bë prap me nerva, kështu që filloi të ndjek Danin. Në këtë moment Dani kujtoi se ja doli, por ja ku është droni vlla, bën mirë t'ja fuzësh vrapit se si dihet. Ik lale, sprint si shpo ja fusun tani në këtë moment, aq shpejt kam vrapu sa më la gjiza, vdisha fare, mbarova dhe pastaj Dani u transformua në GTA San Andreas. Nuk e di se ç'a pi ky njeriu. Tani kena ardhur sfida e dytë, pra do stërvitemi tash. Domethënë, pra do bëjmë disa paralele, disa e kurte kanë ne dhe të shohim se kush do bëj më shumë plak. Unë apo kush Dani më lë? Dhe nga ai moment Danieli nuk u pa më.
Po Dano! Dhe këto sfidat po I bëjmë të një nga parqet e liçenit të stërvitjes të liçenit. Tani çunat prap do japin shpirtin për atë lek të bos stërvitje, kështu që bëni ne like për së gjuna. Okej, më në fund kena gjetë Dani dhe është gati me boje kur tek plak, të shohim se sa I fortë është ky djalë. Ka marrë faturën për ta gujt nuk e. Çfarë faturë o plak? Që të bëmër? Imagjinoni pak, para disa orësh kam bërë stërvitjen e ditës, pra jam komplet I raskapitur dhe nëse e mund Danin te kjo sfidë force, nga 1/10, sa I lodhur është Dani, sa I marum është Dani, komentojeni çik poshtë. Hajde forca. 1, 2, bravo Dani. Sa ke bërë tash? Ja, si që thash edhe pse isha I lodhur, po I bëj lehtësisht to, thjesht po bëj 1, 2, 3 copë më shumë se Dani. Tani jemi gati për ke paralelja. Gati për të paralelja Dano? Gati për të më. Së ngjitesh dot? Ha se ngjitesh ti për ti je Spider-Man. A do më ndihmu unë bler? Hajde ndihmo. Bravo, hajde forca Dano. 1. Fikse me ku ai tjetër. Ço po ti? Saponet ju dan 3 gjys? 2 qerek. Bravo, jepi. Mos të lënë në fund, jepi 1. Sa vajte? Të zgë. Po do. Ese buka mbulë. Edhe një. Edhe një për mua. Se çau të buku ideal nuk e di domethënë. A do I bësh atë pompa ta vari lësht? A hiqi ato se peshojnë. Kokër leku, ha? S'ke faj, bur s'ke faj. Kishte mirë më ku kishte ik. Hajde. 1, 2, 3. Ju cu prap me rëp shpije, dal di ullën të më. S'do më shpi sot lek. Tani boni një 7 pompa me zërë, se e dini ju. Marru më bur. Gati, e kam sërë. Jep. Sa I fortë është ky djalë më, ha pa. Jam I sigurt nëse e bëjmë sot sfidën e fundit pra të crossbar challenge-it. Po plak, po pse dreqin e thua se një video do dalë? Filloi shiu o plak. Ç'a ke u? Po fillon shiu, ka unë ka pagu në vëzës hap të po. Ore dritaren, o budall. Plak, kemi humb rrugën më plak. Janë tërë këto rrugulla, të cila nga këto rrugët duhet me vajt o plak, që kam iden. Po vllai, kam pagu të Winnie Pooh ja burshithe. Vërtet? Po frykte era. Vërtet? Në fakt thjesht mund kishim përdor dronin, ta kishim çuar aq lart sa të na tregonte rrugën, por unë s'di t'i jap dronit vlla. Gjithsesi, siç ju thash, ky është një mega dron super cilëtet edhe duhet ikim të mësojmë si jepet dronit. Ju që e keni pa videon deri tash dijeni që unë s'di me I dhon dronit edhe më kanë ndihmuar opsionet e dronit, zgjuarësia e dronit. Domethënë I bën televizjet vet ato cinematic shot e tjera. Nuk e di a duket në kamerë. Po qetso. Siç ju thash duhet me bë kujdes, është çik I shtrenjtë si dron, ë? O, s'di me I dhonë, Allah. Prit, mbrapa. Oj. Ka marrë FIFA si djalë në plak, di çaloja është plak. Po leje vaj lesh FIFA, po sot do rrivesh tek crossbar challenge. Qa do, ti e I smur me shi qa ke veshti. Me këto do lush? Jo, zbathur. Do lush zbathur? Po më çfarë? Okej, më në fund kena arë kësida e fundit pra ke crossbar challenge. Topi shihimi, tani fal. Duhet në port. Po qa lidhe ka, më dhe? Si që lidhje ka, plak, bobi këtu. Edhe çdo sfidë me këmbë e fitova unë, edhe vrapin, e tani jemi me topit. O, lale, unë u dëmtova, prandaj fitove ti më. Çe ke këtë? Çka? Je I fort shuti me komën, si të mundi e kelemani? E mamen këtë? Djali po bënde garë me Danin, ky është sportist lek, ndërsa Dani ka hëngër 3 sufllaqe që di. Okej, tani do bëjmë crossbar challenge edhe kena nga 5 goditje secili duhet me kap traversën plak të portës. Keni parasysh? Edhe këtu jemi ke fusha sportive e Laprakës plak. Sfida finale e futbollit. Njëri ikën në shtëpi me 1000 euro, ndërsa tjetri vazhdon të lahet me 5 enësh. Gati? Gati, megjithëse topi shihimi, nisuni I pari. Fal. Dila tjetër. Edhe po. Mani mend atletët. Ç'a bën ai? Hajde Dani, je gati? Goditja e parë për Danin. Manushi, dele bord, traganç. Gol, nga traganç. Ha, Dana të shofi mirë. Si Neymar me luk. E boni me rop shtëpi. Dy goditje, një sak. E treta. Je gati Dana, se më ke emocione, prit. Je mirë. Bojo Dana.
kapi! E kapi! E dëgjova, e kapi! Tre goditje dy sot! O lale, tre goditje ka kap shtyllën dy herë që i hyth. O hamstringu, o kaducepsi. Ja ka vi racën o plak. Do të s'kam ndali don. A i mirë don? His name is John C. Po qyet e burr, vari lesh të burr. Shif sa boj. Te funit edhe po nxitojmë çik se autorisë shiu plak. E saktë, kjo është e sigurt. Komentoni poshtë, po jo, shkruani në Facebook. Dhe goditja e funit për dalin pra ndërruar miq. Matet ai. I believe I can fly. 3 pikë ke bë fiks o plak. Jem rregull ti po ç'të bëj unë shkreti. Dhe jo, është... Hajde matu o blak, bëu gati. Gati. Po, matu. Edhe ku e lam neve dhe jo nuk quhet ajo se do lam para, nuk Lale, do. po mos dile o por se na çmele. 2 goditje asi, jo, ke bërë 3 goditje o blak. 3 goditje ka humbur gjitha. Se ka plota. 4 goditje asi. Po ja falim, ka bërë 2 goditje, qoftë si bën do 3 sakta. Një barazim. Jo, jena barazim. Një barazim pasa. Jepi. Shive që të bëj Lali të Po, shive. jepi. A dukem, shive që? Po, dukesh. Dhe jemi pra ti ko video sot që do bëjmë Tu po, I këtë fundi se që është e video jo ata e bu. Edhe pse kështë ditë lindjen, humbi, për na ka po zoti riska bura. Prit olla se s'ka mësu akoma me i dhon droni. Para se me hy klipi, dal, nuk ka mësu akoma me i dhon droni. Prit, kështu ecën para. Do me thonë me këtë kontrollohet kamera, prit ta tregoj. Me këtë kontrollohet kamera, pra mund ta ulni ose mund ta ngrit. Nëse e parkoj aty sipër, jam gati me e qua atje sipër te fusha e futbollit. Me këtë video gjithashtu përshëndes edhe krejt çunat që ishin aditet e fusha, që lujten me ne anek nej. Vitën e parë me crossbar challenge që fitoi Dani, tani kena penalltit, edhe shiu është tunis, domethënë si çashtu Po bëu. pra, kemi lënë detale të hapur këtë, po la njove të shtëpia. Imagjino pak e banjës. Po përmbytet shtëpi. Si që e pat me crossbar challenge, si pse ishte Neymari Thierry tu. Orkestra, futi çika te brazilian punk, çfarë quhet ai? Shnoje. Gol me rop shtëpie. Ç'ne ti olla? Sigur se e bekat. Të do e bëj si Neymari pra. E boni gole? Bo be. O për tjero. O që të bo për tjero, do pres në i topo dhe. Shive. Dal, se po pit orkestra, qa konge do të shi? Fute mandi një shtullun, tallava. O shishiro bu. Sa godit janë bë? Mos, ishe më mirë me Neymar. Si e për atë punë atë ju. Është gola po jashtë? Ja. Sa gola bone o të nëse si majmen? Hajde, ai e gati o plak. Gati jam, shifi një gola tash jo. Qa ke nga do? Mira i gati, ka hapur këmbën dhe... Ure po sa li i ke dhënë o plak, të 4.000 dhe. Goditja tjetër dhe... Niset ai? Uj, dha 5.000 lekë që në dha. prije. Goditja tret. 3 goditje i gol dhe... E la vetë. Po e bona edhe këtë goditje gol, dalim baraz me Dani dhe pastaj do i bëjmë nga i penallti njëri tjetër, se kështu bëhet sfida valla. Doli dhe mbrojtësi, Ke kena dalë barazim të kjo sfidë, kështu që do bëjmë penallti, do i bëjmë goditje njëri tjetrit, domethënë edhe të shohim kush fiton. Nga i goditje kena. Ti gojnë për quna dhe la prave. Të fituesi pra në rarë miq, kanë ardhur fiks për ditëlindje, çka kjo dënë?